Edhe pak orë në ndajnë nga festimi i vitit të ri 2026. Me kamerën tonë kemi marrë urime nga qytetarët për një vit më të mbarë në 2026, por edhe reflektime për vitin e ri 2025 që po lëm pas. Për disa prej tyre, viti 2025 ka qenë një vit i vështirë, pasi po përballen me rritjen e vazhdueshme të çmimeve, të ilaçeve dhe produkteve bazë, duke bërë kështu situatën edhe më të papërballueshme. Por për qytetarët e tjerë, 2025 ka qenë një vit i mirë. Pak i vështirë, po besoj se do mbarojmë këto ditë, kështu që të shohim për 2026. Çfarë prisni nga 2026? Se di sepse është situatë goxha e vështirë, kështu që të shohim se do vej. Një urim për shqiptarët. Ju uroj të gjithë gëzuar e një vit sa më i mbar. Për familjen time dhe për mua personalisht ka qenë një vit i mbar. Kuptohet ky është perceptim vetjak, por ka qenë vit i mbar sepse kemi jetuar më mirë, kemi dëgjuar më mirë dhe kemi uruar për më mirë. Realisht për pensionistët gjithmonë kërkesa numër 1 është një pension edhe më i lartë se ky që është. Kjo është një kërkesë universale të cilën e kam edhe unë. Gjithsesi, më rezulton sot në ditën e fundit që po kaloj një vit të mbarë për familjen, për veten dhe për miqtë e shokët e mi. Çfarë prisni nga viti i ri që po vjen 2026? Shiko, Shakespeare i thoshte, unë nuk zhgënjehem asnjëherë se s'pres ndonjë gjë të madhe nga të tjerët. Por realisht unë pres së pari që viti i ri t'i gjej gëzuar jo vetëm familjen time, njerëzit e mi, juve gazetarëve, po edhe të gjithë të tjerët. I uroj të gjithë shqiptarëve, gazetarëve, kolegëve të mi të rinj, një vit sa më të mbar, suksese, paqe fat, mbarësi dhe paqe. Shumë familje ime ka qenë smurë bërë. Smurë, s'po ja dalim dot me ilaçe. Gjove për, s'po ja dalim dot me ilaçe, jo me gjëra tjera. Edhe unë dalë për të shyrë, për të nxjerrë në njitë, nxjerrë për bukën, për gjëra kështu. Ne presim nga ilaç, por nga këta qeverit nuk presim asnjë gjë. Presim. Ta e pam ne që ashtu këta presim nga ilaç. Si ka qenë viti 2025 për ju? Shumë Fantastik. Çfarë prisni nga 2026? Shumë lumturi, bashk, Një urim për shqiptarët e këtu. shumë urime. Ju urojmë shqiptarëve gjithë të mirat edhe mbarësi për 2026. Megjithatë, e përbashkëta e ditës së sotme është gëzimi që festën e ndërrimit të viteve do ta kalojnë me familjen, pasi pothuajse shumica e familjeve lushnjare ka pjesëtarë të cilët kanë emigruar dhe janë rikthyer për festat e fundvitit.